GKK ka dënuar me burgim të përjetshëm Fran Marashin, një prej anëtarëve të bandës që akuzohet se kreu masakrën në urën vajgurore në 97-ën, ku mbetën të vrarë 5 punonjës policie. Automjeti i policisë u sulmua me armë të rënda, mes të cilave dhe një antitank, ndërsa kjo konsiderohet si një nga ngjarjet më të rënda të ndodhura 28 vite më parë. Gjykimi për Fran Marashin u zhvillua në GKK, e cila mori përsipër rigjykimin e një prej ngjarjeve më të rënda të ndodhura në vitin e mbrapsht 1997. Pas rigjykimit të dosjes, prokurori Alfred Shehu në konkluzionet përfundimtare ka kërkuar mbyllje në burg për jetë për Fran Marashin. Për këtë ngjarje më herët nga gjykatat janë dhënë dhe 3 burgime të përjetshme. Fran Marashi, dënuar në mungesë me burgim të përjetshëm për masakrën, u rigjykua në GKK, pasi gjykata e lartë vendosi rikthimin e çështjes në shkallë të parë. Marashi u ekstradua nga Italia në 2007-ën, ndërsa në 2009-ën tentoi të arratisej nga burgu i Burrelit bashkë me Preng Leshin, antar tjetër i bandës së urës vajgurore, për të tërhequr vëmendjen që procesi ndaj tij të rihapej. Në dhjetor 2024, Fran Marashi është vendosur në regjimin 41 bis në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale të sigurisë së lartë në Peqin për një periudhë 1 vjeçare.